Përshëndetje nxënës. Sot në lëndën gjuhë shqipe, tema titullohet Sjellësi i zjarrit. Rezultatet e të nxënit. Lexon rrjedhshëm dhe respekton shenjat e pikësimit. Dallon elementet e ndërtimit të mitit, hyrje, zhvillim, mbyllje. Përshkruan saktë mënyrën se si arriti zjarri te njerëzit. Gjen 1 deri në 2 kuptime të reja të shprehjeve të dhëna në tekst. Situata të nxënit, bisedë për zjarrin, fjalë kyçe, zjarr, shkarpa, tinës, gulçime, karthje, urë zjarri. Burimet janë teksti, pra fleta formati, organizues grafik, interneti. Shpjegimi në fjalor, zjarri është prush dhe flak që përbën nga djegja e drurve apo e qymyrit. Pse duhet të ruhemi nga zjarri? Zjarri të djeg po shkakton dhe shkatërrimin e objekteve ose të bimëve, prandaj dhe mund të rrezikojë njeriun. Cilat janë të mirat që kanë njerëzit nga zjarri? Gatimi i ushqimit, që ndihmon për të vrarë mikrobet dhe ushqimi bëhet më i shijshëm. Ngrohjen gjatë periudhave të ftohta të dimrit, ndriçimi natën. Dhe zjarri po të ndizet për shembull dhe në pyll ndihmon për të larguar egërsirat, kafshë dhe egra. Metalurgji, në përgjithësi ndryshimet fizike dhe kimike që ndodhin në temperaturë të lartë. Në fuqi motorike, pra motorët me avull. Po lexoj pjesën. Pra sjellësi i zjarrit është një mit indian. Një djalosh indian vuri re se dimrit njerëzit ishin të mjerë nga që kishin shumë ftohtë. Ai kërkoi çakallit që t'i thoshte ndonjë mënyrë se si të mbronte ata nga acari. Çakalli i tha se ai duhet të shkonte në malin Flakëhedhës, ku mund të merrte zjarr për njerëzit. Po ç'është zjarri? Pyeti indiani. Zjarri është një gjë e kuqe, si lulja, po s'është lule. Rend në përbar dhe rrafshon atë si bisha. Po bishë nuk është. Është e rrezikshme e keq, por ama të bën tërë ato shërbime. Nëse di të përgatitesh një shtrat prej gurësh e t'i japësh të haje shkarpa e drurë, atëherë lëshon nga do ngrohtësi. Këtë zjarr kam për ta shtënë në dorë se s'bën, tha djaloshi. Atëherë i kërkoi popullit të vet t'i jepte 100 jem. Vrapues nga më të mirët e tokë me çakallin u nis për te mali Flakëhedhës. Çdo ditë, në mbarim të vrapit, indiani linte vrapuesin më të dobët buzë rrugës, duke porositur të priste aty, pa luajtur vendit. Kështu, në përfundim të udhëtimit, të gjithë vrapuesit ishin shpërndar përgjatë rrugës, kurse indiani e çakalli mbetën vetëm. Nuk vënoi dhe ata mbërritën në malin Flakëhedhës. Më prit këtu, të vete të rrëmbej një urë zjarri të ndezur, i tha çakalli. Qëndro gati se unë do të vi me një frymë, pasi nga pas do të më ndjekin tërë lugetërit e zjarrit. Çakalli u ngjit tinës në shpatet e malit, ju fsheh lugetërve të zjarrit. Rrëmbeu një urë të ndezur e iku me të katra. Rendi aq shpejt sa që xizat e urës i përcëlluan ijet. Kur u ndal, gjithë gulçima nga tmerri, indiani ja rrëmbeu urën e fluturoi si shigjet, ndërkohë që lugetërit e zjarrit e ndiqnin nga pas. Arriti te vrapuesi i parë, që ishte gati për të rendur, i zgjati urën dhe ky u sul si shigjet përpara. Kësaj nga një vrapues te tjetri, ura e zjarrit u çua te malet e dëborës dhe lugetërit e zjarrit nuk mundën të djegin njëri. I bënë zjarrit një shtrat me gurë e ushqyen me karthja e drurë dhe populli lumturua nga ngrohtësia e tij. E kështu djaloshit i vunë emrin zjarrësjellësi. Fjalorth. Shkarpa janë degë të holla të thata drurësh që përdoren për të ndezur zjarrin. Tinës, fshehtas, pra pa e parë njeri. Çakalli është gjitar, kafshë grabiqare më e vogël se ujku dhe ushqehet me ngorësira dhe nxjerr një angullim të fortë. Gulçim, frymarrje e shpeshtë dhe me zor.
Karthja, shkarpë e hollë. Ne thamë që pjesa që morëm sot pra është mit. Dhe mitet kanë strukturën e tyre. Kanë hyrje, zhvillim, mbyllje. Pra cila është hyrja? Është momenti kur ne shohim pra ndihmën që i kërkon djaloshi indian çakallit. Zhvillimi. Si e këshilloi çakalli? Si arritën ato t'u sjellin zjarrin njerëzve? Pra zhvillimi është gjithë pjesa ku çakalli i tregon pra vendin ku ndodhet zjarri dhe të gjithë momentet pra kur këta shkojnë të marrin zjarrin. Dhe mbyllja është në fund. Çfarë ndodhi pasi djali solli zjarrin tek njerëzit? Pikërisht ai është momenti i fundit pra mbyllja e pjesës. Ju në detyrën fletore do të bëni pra ushtrimin pyetje rreth tekstit. Vazhdojmë me ushtrimin ktheu në tekst. Në këtë ushtrim pra ju do të plotësoni me fjalët që mungojnë. Djali duhet të shkonte në malin Flaka Hedhës. Pra do të vendosni fjalën Flak Hedhës. Djali mori me vete 100 djem. Zjarrit i bën një shtrat të vogël me çfarë? Me gurë. Zjarrin e ushqyen me karthja e drurë. Djalit i vun emrin, çfarë emri i vun? Zjarri sjellsi. Vazhdojmë. Në tekst janë shprehje të figurshme dhe janë të nënvizuara dhe pikërisht pra ju duhet të vendosni përbri tyre kuptimin që kanë. Do ta gjej dhe do ta marr patjetër. Pra me kë është i njëjtë, me kë shprehje është e njëjtë kjo? Kam për ta shtonë në dorë se s'pam. Do të vi me një frymë, pra do të vi shumë shpejt. Iku me të katra, unë nis vetë timthi me një herë. Detyrë shtëpie ju do të formoni fjali me fjalët e nënvizuara në tekst. Faleminderit për vëmendjen, punë të mbarë.